Edmond Fetau, kandidati për deputet në listën e hapur të Partisë Demokratike Dega Vlorë, ka zhvilluar një takim me qytetar të rajonit numër 4. Në ndalesën e radhës të kandidatit për deputet Fetau, ka qenë zona e Çoles, ku ky fundit ka zhvilluar një takim tek posta e Çoles me banorët e kësaj zone. Vlora e haruar, por zëri qytetarëve nuk do të hesht, duke dëgjuar prej banorëve të kësaj zone problematikat më shqetësuese. Fetau ka garantuar në fjalën e tij se nesër do të jetë ai për ta zëri i tyre dhe problematikave në Parlamentin e Shqipërisë, i bindur drejt fitores së Partisë Demokratike përpara banorëve të zonës. Edmond Fetau ka prezantuar programin e Partisë Demokratike për Shqipërinë për Vlorën madhështore. Shqipëria ka nevojë për zgjidhje reale, për një qeveri e cila punon për qytetarët dhe jo kundër tyre, është shprehur në fjalën e tij Fetau përpara banorëve të zonës. Paketa emergjencës civile e Partisë Demokratike sipas Fetaut është plani vetëm serioz për të përballuar krizën që po boshatis xhepat e qytetarëve. Ndër të tjera, kandidati për deputet e ka cilësuar programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore si shpresa e vetme e shqiptarëve dhe veçanërisht e Vlorës. Edmond Fetau ka kërkuar mbështetje nga banorët e zonës, duke i garantuar këtyre të fundit se më 11 maj vota për Partinë Demokratike është një vot për ndryshim.